flasin sot për artin e bukur të të gatuarit dhe me ne sot në studio është Samel Gjiberi. Mirëmëngjes e mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Jam e lumtur që të kam në studio për të diskutuar pak për artin e gatimit, por mbi të gjitha për pasticërinë aty ku ti je edhe i fokusuar. Tani nisim nga fillimi. Sa vite u bën në këtë profesion? Faleminderit që ke zgjedhur një temë kaq të bukur dhe të veçantë për mëngjesin, sidomos për anvisat. Unë kam vite që ushtroj profesionin e pasticërit dhe të mësuesit në degën e pasticërisë tek shkolla Arti Kuzhinës, të cilët çdo ditë bashkë me nxënësit përgatisin receta gatime të ndryshme. Por besoj është me interes edhe për anvisat. Patjetër. Për të pas një plan më gjatë edhe për me pas pse ja dhe një ide mi pasticërinë. Unë kam 15 vite që e ushtroj si profesion, kam kryer disa kurse dhe disa shkolla profesionale si brenda dhe jashtë vendit dhe jam mund të quaj drejt hapave për të bërë profesionist i kualifikuar. Sa shërbejnë kurset edhe kualifikimet në rritjen e cilësisë dhe në rritjen e kualitetit? Po, shërbejnë shumë realisht, sepse ne nisim me hapat e parë, nisim në vendin tonë dhe duhet jemi koshient që çfarë na ofron vendi dhe çfarë klientelet dhe ajo mundësia që kemi ne për ta ushtruar. Ne në fushën e pasticërisë, do të thonë si vend kemi një larmishmëri ose kemi një bazë me receta tradicionale si shkodra, i përfaqëson vlerësisht. Mund të flasim për tespigjen që në shumë seminare, në shumë evente që ne prezantohemi me qytetin tonë, ishte një ndër risit ose një ndër ato ëmbëlsirat më të veçanta, por sigurisht kemi edhe pasticërinë moderne që secili ose bizneset në Shkodër po mundohen me sjell në mënyrën më të mirë. Çfarë preferohet më shumë, pasticëria tradicionale apo flasim për modernën? Po, domethënë kemi sezonet e ndame. Nëse flasim për sezonin e verës, kemi akullorën që është një ndër produktet më të shitura dhe që i kombinohet me sezonin. Kemi sezonin e pranverave që vinë ëmbëlsirat pak më të lehta, kemi sezonin e festave që kemi ëmbëlsira tradicionale. Pra, kemi të ndame me sezone sipas shijeve dhe sipas ngarkesave që mund të marrin, sepse nëse kemi verën për shembull që është një temperaturë e lartë dhe trupi nuk është shumë i adaptuar me një nivel sheqerit, kështu që është me sezone. Shkalla e vështirësisë në realizimin e tyre është më e lartë për pasticërinë moderne apo për tradicionalen? Duhet jemi përgatitur edhe nga ana teknike dhe duhet kemi parasysh çdo pajisje. Pra për të realizuar një recetë tradicionale është e thjeshtë dhe është e realizueshme edhe në ambientet e shtëpisë për anvisat. Nëse kemi një recetë pak më moderne, pak një recetë klasike franceze apo italiane, duhet dhe produktet, por edhe pajisjet. Pra janë të bashkangjitur në bashkë. E drejt kjo që thua ti. Le të shkojmë edhe një herë në fillimet e tua. Pse kuzhina? Pse pikërisht pasticëria? Pasticëria është art dhe punat që bëhen pasticëri mund ta kualifikoj në punë më të bukura dhe më të veçanta që ka gastronomia. Realisht unë kam pas pasion edhe e kam ndjek edhe nga familja. Edhe domethënë është një pasion që e kam pas qyshiri dhe jam mundu ta ushtroj dhe kam pas fatin që ta ushtroj çdo ditë këtë punë. A është profesion i vështirë? A ka pas shumë momente që ke thënë, mbas e hyra gabim në këtë rrugë? Po, sigurisht ka vështirësitë e veta, ka vështirësitë nga më të ndryshmet edhe sigurisht që ka momente kur ti ndihesh edhe që mund të bësh një hap mbrapa, po realisht unë kam dashur dhe kam investuar në këtë punë dhe falenderoj Zotin që kam marrë frytet e kësaj pune. A është vështirë t'ua mësosh të tjerëve artin e pasticërisë dhe a ka interes nga të rinjt? Po, në vetvete pasticëria ka gjithsecili duhet gjejë talentin e vet. Nuk është shumë e vështirë, por nuk është as shumë e thjeshtë, sepse një pjesë e procesit është dhe teknik. Pra, domethënë nuk është se ke
thjesht për të bërë një punë me mikse, pra ka të bëjnë dhe dorën, e thojmë dora pasqyqerit. Është dhunti, mund të them që kush e ka pasion dhe kush ka dëshirë për ta ndjek nuk gjen pengesa për ta bërë, po ka vështirësitë e veta, sigurisht. Duke pa edhe tregun, duke pa edhe kërkesën që kanë klientat, që ndryshon her pas here. Sa vështirë është t'i kënaqësh klientat? Se ndonjëherë kërkesat mund të jenë edhe çuditshme, edhe larg realitetit. Është vërtet, sepse klientela ose njerëzit kur kërkojnë një ëmbëlsi nuk është se është ai produkti i përditshëm apo nevoja e përditshme për konsum. Është diçka e veçantë, diçka për evente, diçka për festa, dhe kërkesat janë më të ndryshme, dhe kërkesat janë më të çuditshme. Sidomos tek realizimi i tortave të personalizuara ose tek eventet e ndryshme siç kemi Halloweenin apo vitin e ri ose ditëlindjet që janë fëmijët që kërkojnë disa gjëra që janë pak më ndryshe me pjesën tjetër. Cila mund të ketë qenë ndër kërkesat më të çuditshme që ke hasur? Realisht janë ëmbëlsirat ose përgatitjet e Halloweenit, sepse ka dalë ky trendi për të bërë diçka më ndryshe, dhe aty duhet të updatehemi sepse është një proces i ri për gjithë. Ashtu është i abitimi, pra duhet të jesh gjithmonë vigjilent për të rejet më të fundit, për trendet më të fundit? Po sigurisht, updatimi është gjëja më e rëndësishme pasqyqërisë, sepse ne jemi të fokusuar ose ne shikojmë që është bërë çdo gjë virale. Po. Edhe sigurisht dhe pasqyqëria kërkon këtë gjon që t'jesh i momentit dhe t'jesh i updateuar me ëmbëlsirat ose me trendet e reja të pasqyqërisë. Dhe kjo është një ndër pjesët më sfiduese në punën tonë. Cilat mund të jenë disa trende të reja që i kemi marrë me vete në 2026-ën? Sigurisht janë recetat të cilët po mundohen që çudisin në një farë mënyrë, sepse realisht syni ose ajo konceptimi i klientelës për një gjë ndryshe është i vazhdueshëm, pra sepse në rast se ti vjen dhe shikon disa ëmbëlsira çdo ditë ose një lloj ngjyrë, pra sigurisht ti mund të lëvizësh me bazat, me shijet, po dhe me ngjyrat. Pra është një proces delikat dhe i bukur gjithashtu. Këtu qëndron dhe veçantia e kësaj. Cilat janë disa nga ëmbëlsirat e tua të preferuara? Domethënë pasqyqeri është si puna e gishtave që mund të thojmë në gjithë secilin nuk mund ta ndajmë nga njëra tjetra. Po sigurisht un kam domethënë në shijet e mia gelaterinë. Gelateria për mua është një anë e pasqyqerisë që në Shkodër nuk është shumë e zhvilluar për fatkeq do thoya, sepse kemi me tek disa gjëra të vjetra, por gelateria është e bukur dhe kemi mundësinë që të eksperimentojmë, sepse nëse ofrojmë një gelateri moderne ose një gelateri të tregut të kohës, mund të ofrojmë diçka që janë edhe për disa target njerëzish që janë veçantë, që janë gluten free apo lactose free ose pa sheqer, sepse duhet nalem pak të kjo pjesa, sepse një pjesë e madhe kërkojnë për të realizuar një ëmbëlsirë me sa më pak sheqer, duke pa edhe trendin shumë të lartë të diabetit. Mendoj që është fusha që mundesh me punu më shumë me këto tipologji dhe a mund të realizohet, se duket pak si klishe apo si diçka paradoksale, një ëmbëlsirë pa sheqer? Po, mund të realizohet, ka teknika dhe ka mundësi që mund të realizohet. Sigurisht ndryshon shumë, duhet jemi realisht, ndryshon shumë sepse prandaj është pasqyqeri, sepse është ëmbël, por ka mekanizma me fruta, me sheqerin që mund të marrim nga fruktoza, fruta, mund të realizojmë disa ëmbëlsira që pra është e mundshme. Absolutisht, është e mundshme dhe besoj që është një ndër trendet dhe ne e shikojmë sepse dalim jashtë dhe na ka, domethënë, është shumë trend largimi, s'po them ndoshta 100%, por shumë i madh drejt sheqerit, duke pasi që është një produkt edhe ka edhe problemet e veta. Absolutisht po. Përmendet disa kategori, por në sa kategori totale ndahet pasqyqeria? Po, pasqyqeria në termat e gjon mund ta ndajmë në dy terma, që është pasqyqeria tradicionale dhe moderne.
Por sigurisht, sikur të him nga ana profesionale, ka shumë ndarje, po që mund të themi për shembull biskuteria, pra që janë brumra, siç kemi croissantat e tjerë, pra kemi torta, siç janë kremnat, dhe pjesa tjetër siç është glasimet apo pjesa e lartë që themi siç është ajo baza që njohëm dhe më gjanë çokolladat, pra që ke mundësi që të kesh një gamë shumë të madhe. Ti ke pasur mundësi Semel të eksperimentosh me punën në disa qytete të ndryshme, brenda edhe jashtë vendit. Sa ndryshojnë njerëzit nga njëri vend në tjetrin? Ndryshojnë shumë, të jemi realist. Ndryshojnë shumë sepse ndryshon edhe koncepti si thash më përpara, pjesa e sheqerit, njerëzit po shkojnë shumë te pjesa e vegan edhe gluten free është një trend që edhe ne po updatohemi, po mësojmë. Por të jemi realist, ndryshojnë shumë, ndryshon dhe koncepti dhe ajo, domethënë, konsumi. Nëse ne kemi një konsum të jemi relativisht lartë të ëmbëlsirave, krahasu me vende të tjera, ose mund të them krejt pjesa e Ballkanit është dashamirëse dhe është konsumatore e ëmbëlsirave, por nuk është e njëjta gjë në vendet e perëndimit, që mund të them që është një trend ndryshe. Ju keni marrë edhe titullin mjeshtër nga dhoma kombëtare e zejtarisë. Sa emocioni veçantë është ky për ty? Të jemi sinqert, është emocion, është vlerësim dhe është privilegj, sepse unë jam një moshë relativisht të re, pavarësisht se kam shumë vite që punoj. Po është një vlerësim shumë i veçantë që siç erdhi një moment veçantë për mua dhe gjëja më e rëndësishme është që ta përfaqësoj sa më mirë, sepse edhe domethënë vetë pesha dhe rëndësia siç ka titulli mjeshtër, besoj që duhet ta përfaqësoj dinjësi, sepse në qytetin tonë nuk është se kemi pas mundësinë që kemi shumë dhe të kemi shkëmbimin e përvojave. A nuk ta krijon Shkodra këtë mundësi? Pra të zhvillimit, të shkëmbimit edhe këtyre përvojave që ti thua? Shkodra është vendi jonë, është qyteti më i veçantë që ne jemi krenar. Por në vetvete ne kemi disa gjëra që ndryshojmë shumë, pra tregu në Shkodër ndoshta edhe ka më pak më lokal, gjë që unë nuk e pëlqej këtë gjë, domethënë është një gjë që ne duhet shkojmë me trendi, duhet shkojmë dhe vetë tregu duhet të updatohet, duhet shkojmë drejt. Ne kemi një ndryshim shumë të madh me Tiranën, që është shumë afër në Shkodrës, nuk i mungon aspektin e bukurisë, logjistikës, pra jemi shumë afër me çdo gjë, turistat janë, pra duhet jemi të kënaqur me ata që vinë, thjesht duhet gastronomia në Shkodër duhet arrijë një nivel që e meriton. A kemi mbetur në këto nivele për shkak të klientelës, pra janë qytetarët e cilët nuk duan të provojnë gjëra të reja, nuk duan të ecin pas tyre trendeve, apo është pjesa se kjo serviret dhe këtë do të marrim? Këtu mund të flasim më gjatë, mund të flasim për komplet gastronomi. Mendoj se është edhe pjesa e asaj që është ofru, edhe pjesa e klientelës, sepse unë asistoj dhe ndjek shumë punë, shumë restorante, kemi kënaqësinë që na ftojnë për hapje, në për evente, edhe kjo për shkak edhe të shkollës, pra është një bashkëpunim i vazhdueshëm, por mendoj se janë të dyja. Edhe ka një trend që po lëviz diçka, por besoj që janë hapa pak më ngadalë se që duhet. Duhet jemi realist, ne shikojmë, ne jemi vetë konsumator dhe jemi vetë klient, shikojmë që një fundjavë zbrazet Shkodra, në kohë që nuk duhet ndodhë një gjë. Pra qyteti duhet të jetë atraktiv dhe duhet t'ju ofroj klientelës. Dhe besoj se këtu ka shumë hapa për të bërë, ka shumë punë për gjithë. Shpresoj në fakt që të bëhet për të mirën e të gjithëve, edhe për të mirën e atyre që janë në fushën e biznesit në këto gamë, por edhe për të mirën e klientëve apo edhe turistëve të cilët vinë edhe frekuentojnë qytetin e Shkodrës si një atraksion, sepse me të drejtë i thua ne i kemi të gjitha dhe mundësit janë të pafundme. A është vështirë të jesh në biznesin e pasticqerisë? Ka vështirësitë e veta, sigurisht që ka vështirësitë e veta, ka dhe benefitet e veta, por besoj
vështirësia dhe veçanta pasqyrisë është se ne kemi ato kulmet e tona, kemi sezonet, pasi që sezoni festa që kemi një ngarkesë, apo sezoni veror që për fat mirë kemi një përvojë shumë të madhe turistave dhe kemi mundësi që ta zhvillojmë punën tonë. Në këtë kuadër besoj që ka benefitet e veta, por sigurisht ka dhe sfidat e veta, sepse për fatkeqësi zbrazje apo ikja shumë e madhe e popullsisë e kalon ndoshta shkohet deri në një nivel që nuk është i bukur. Materialet, a janë lehtësisht të aksesueshme? Këtu ka Përbërësit, se jo materialet. Po, e kuptoj dhe shumë e bukur pyetja. Pasqyria ka mundësi që ti krijoj vetë, pra kjo është e bukur dhe kjo është e veçanta, sepse ti mund ta kesh shumë thjesht për t'i marrë produktet. Sot kemi ardhur në një nivel që produktet janë pothuajse përfunduar, pra dhe me thonë puna e jote aty është shumë e vogël, ose ai rrugtimi siç thënë ti për të marrë titullin ka qenë shumë i gjatë. Por tu duhet ndaloj dhe duhet bëjmë dy këndvështrime, sepse në qoftë se ti do të krijosh një diçka të veçantë dhe që klientët ta pëlqejnë, duhet shkojmë, sepse kemi pasqyrinë artizanale, kemi edhe pasqyrinë pra moderne, siç është gjysmë e gatshëm. Dhe këtu ka një ndryshim shumë të madh mes të dyjave. Por unë jam besnik i asaj që një recetë, një pasqyri duhet ta ndërtoj nga fillimi vetë, dhe aty besoj është e thjeshtë jo vetëm për pasqyrinë, por edhe për anvisat. Është e thjeshtë edhe për anvisat, se kur e bëni ju në televizor duket bukur shumë dhe duket shumë e kollajt, po kur e bëjmë pastaj në shtëpi, sikur çalon pak puna. Mund të them se ka edhe një mungesë të reklamimit të pasqyrisë, sepse shumë gjëra mundohemi me gjetë shumë gatshme në internet. Kjo është sigurisht ka të sekretet e veta, se nuk mund të pretendojmë që të kemi një përfundim, janë dhe vitet, sepse duhet ta ushtrosh dhe janë shumë vitet që qëndrojmë pas asaj recetes. Po unë mendoj që janë disa gjëra që dhe po shikojmë dita ditës që ka mundësi gjithë secili të krijojë një ëmbëlsirë ose një tortë për ditëlindjen. Besoj se nuk është e pamujtur, me pak vullnet është e mujtur për të arritur një diçka të bukur. Ndoshta ajo shumë profesionale, po ka mundësi që të arrijë diçka të bukur. Paktën të jetë e shijshme. Sa me rrjetet sociale, a janë një ndihmë, a janë një plus për pasqyrinë? Apo e ngatrojnë pak punën? Se si shpejti trendet janë shumë të vrrullshme, po edhe ikin shpejt, ashtu siç vinë. Po, për rrjetet sociale mendoj që janë shumë ndihmë e madhe, jashtëzakonisht ndihmë e madhe, sepse ne jemi të fokusuar gjithë ditën tek një pjesë e madhe dhe sidomos gjenerata e re është komplet e fokusuar tek rrjetet sociale, dhe kjo ndihmon zhvillimin. Unë jam domethënë pjesë e kësaj dhe mendoj që rrjetet sociale me të mirat dhe me të këqijat e veta, me thënë çdo aplikacion, çdo gjë mundet me e zhvillu. Asnjë gjë nuk mundet me ardhë e keqe nga kjo. Besoj që është një promovim dhe është një ndihmës shumë e madhe. Personalisht për mua ka qellu që më ka ndihmuar shumë në punët e mia, sepse unë domethënë kam lëviz një pjesë të madhe të qytetit dhe jam rikthy prapë në qytetin tim, edhe kjo më ka ndihmuar që kem lidhje pak më të shpejt me klientelën dhe me njerëz. Sa vështirë është ta menaxhosh kohën, sidomos në momentet e fluksit apo në momentet e sezonit që kërkesat janë të larta, 24 orësh dita? Të jemi sinqert, pjesa e sezonit na han shumë kohë, sepse siç e dim në Bregdetin e kemi afër, po dhe ajo këtu ka të bëjnë edhe kultura e punës, sepse orari është një tabu, sepse puna dhe volumi fokusohet në 2 apo 3 muaj që kemi në sezon. Dhe në këtë këndvështrim ne kemi ato vështirësi tona që të jena realist. Lodhja besoj duhet jetë e madhe, por edhe kënaqësia. Po, lodhja është e madhe, realisht. Lodhja është shumë e madhe, sidomos në muajt e verës, edhe në muajin e festave lodhja është e madhe, po domethënë është një profesion që unë shpesh e diskutoj me nxënësit e shkollave që
nuk mundesh me çu parë dhe nuk mundesh me ushtru nëse nuk e ke pasion. Pra dhe me thonë, bëhet lodhja kur bëhet bashkë me pasion, besoj që mundesh me arrit me bëhet diçka të bukur. A lë vend pasqyria për kreativitet, për të ndryshuar mbase njërin përbërës, për të zëvendësuar me diçka tjetër? Kreativiteti realisht është shtylla e pasqyrisë, pra ti nuk mund të vazhdosh shumë kohë duke qëndru statik, po të marrëm pjesën më të madhe gastronomisë, në qoftë se ti je në kuzhinë dhe ke një menu pak më të shkurtër dhe ti mësohesh me atë linjë punët, është më thjesht kurse pasqyria është komplet e kundërta, pra kreativiteti, ajo sidomos tek pjesa e realizimit të tortave, realizimit të modeleve, është momentale, do të thonë nuk mundesh, është një pjesë që edhe ti e ke pamujtën me ja transmetu se si më ju mësu zanzër. Pra çdo gjë është e bazuar te kreativiteti, tek ajo talenti që ke ti për të krijuar diçka të veçantë. Të falenderoj shumë për gjithë të momente shumë të bukura që na dhurove, por edhe gjithë informacione shumë vlefshme që na servire sot. Unë ju falenderoj dhe është një kthim në shtëpi për mua, kështu që ju falenderoj dhe ju uroj shumë sukses. Faleminderit. Faleminderit edhe mi që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjen e kohës suaj.